jam i dëshpëruar, nuk vinë Kosovë mi maltretu për dokumentacion. Mu më kushton kjo pasaporta Kosovës mbi 12.000 euro. Edhe bojnë ndonjë manipulim edhe për këtë arsye është mbikëqyrja shumë e madhe nga shteti. Maltretim psiqik, fizik, financiarisht. Ka edhe raste që i manipulojnë këto gjëra dhe duhet me qenë shumë korrekt. Shpreh dëshirën që me marrë në shtetësinë e Kosovës. Bashkëshortja juaj është 57 vjeçare edhe ndoshta ka vështirësi, ndoshta me lexim, me shkrim, me ndriçim. Gruaja juaj duhet me prit 5 vite për me apliku për pasaportën e Kosovës. Bashkëshortja juaj vjen nga Bujanovci, edhe ndoshta ato fillimet e juaja kur jeni njoftuar. Ne jemi kompetent, duni me shku në tjetër vend. Nuk e ka njoft mirë Kosovën apo nuk ka pas informacione për Kosovën. Pas 3 jave na ka një telefonat për me arë me bu fotografi. Ne kemi biseduar edhe ma herët pak a shumë në pika të shkurta më ke treguar edhe histori. 4 vite ka kushtu 12.000 euro. Jetë njoftimi quhet temporer. Personeli që janë aty në Prishtinë thot s'kemi rjet. Në çfarë shteti jem të jetu? Ndonë në shtetësi tamam të Kosovës. Autobusa në përkufi, rinia po iki shumë. Ka ardhur në Kosovë dhe i ka pëlqyer Kosova, është lidh shumë me Kosovën. Kush më lexu? Kam bo një pyetje, nuk e ka kuptu pyetje. Shumë agresiv ata njerëz. Kjo është me vërtet shqetësuese. Tash pe kuptoj rinia pse iki. Ka pas ndonjë rast që i ka thonë mund ta merresh në shtetësinë në vendin tuaj? Unë s'kam qenë 10 vite në Kosovë. Cila ka qenë arsyeja që është dashur me prit 5 vite? Një grua në telefon na dëshpëroi aq shumë. Pse duhet mu transferuar në Prishtinë? Se kuptoj. Por syti kemi te Kosova, se është vendi jonë. A do thëtë që kjo do t'jetë një diçka që ti do t'a vizitosh Kosovën më rrallë, apo do t'jetë një zhgënjim për ty? Mu më ka ra një shok, i avha zemrën, e thot Sabri Fezullahu, i madhër, por me zemër t'jeni bindur që me zemër jemi në Kosovë. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfim Jete me Baki Zeqirin. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfim Jete. Unë jam Baki Zeqiri, ndërsa ju po ndiqni në emisionin Rrëfim Jete. Një përshëndetje dhe një falënderim shkon për të gjithë ju të cilët na ndiqni në këto momente nëpërmes kanalit tonë zyrtar në YouTube, gjithashtu nëpërmes rrjeteve tona sociale. Një përshëndetje dhe një falënderim i veçantë shkon për të gjithë mërgjimtarët të cilët janë të shumtë dhe na shikojnë nga diaspora. E sonte kam derën dhe kënaqësi në këtë studio që ta kemi një mërgjimtar i cili do të vijë në këtë studio për të rrëfyer për jetën e tij që ta ndan një shqetësim me ne dhe me shikuesit tanë, sepse thot tash 10 vite është e pamundur që bashkëshortja ime që ta ketë një dokumentacion të Kosovës, ta ketë në shtetësinë e Kosovës. Kjo është një maltretim që na bëhet nga komuna e Gjilanit dhe ne kemi shpenzuar mbi 12.000 euro që ta ketë bashkëshortja në shtetësinë e Kosovës. Po prap se prap është e pamundur. Andaj thot, kjo është arsyeja që edhe të rinjët e braktisin Kosovën dhe shkojnë në vende të tjera për të kërkuar një jetë më të mirë. Kërkoj nga të gjithë njerëzit kompetent që ta kenë një kujdes të shtuar për të gjithë neve diasporës të cilët vim në Kosovë, sepse vitet e fundit shifet që diaspora ka ra interesimi për ta vizituar Kosovën për shkak se i bëhet një maltretim i jashtëzakonshëm i dokumentacioneve në Kosovë. Andaj qëndroni me ne dhe ndiqni rrëfimin e Musa Halilit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që ke zgjedhur emisionin tonë që ta ndash këtë histori. Faleminderit. Unë quhem Musa Halili, vi nga fshati Dobërçan, komuna e Gjilanit. Jemi tash shumë vite, 9 vite, pothuajse në bashkim familjar. Unë kam në shtetësinë e Kosovës, fëmia e ka në shtetësinë e Kosovës,
gruaja nuk e ka. E ka vetëm në shtetësinë e Zvicrës. Por gruaja po ka shpreh dëshirën që me marrë në shtetësinë e Kosovës. Neve na u kanë informu në Gjilan gabimisht. Me një byro që nuk është kompetent për me dhonë informacione të gabueshme. Na kanë thonë, gruaja juaj duhet me prit 5 vite për me apliku për pasaportën e Kosovës. Ne kemi prit 5 vite, kur kemi shku pas 5 viteve, na kanë thonë ne s'jemi kompetent, duni me shku në tjetër vend. Kemi shku në komunën e Gjilanit, na kanë... Para se të shkoni në komunën e Gjilanit, në cilin vend keni qenë që u kanë sjell në komunën e Gjilanit? Kjo është, në Gjilan janë 2 vende, sa tash pe kuptoj, ku me një vend mirën pasaportat, letërnjoftimet. Ky byrov nuk është kompetent për me ky na kanë spjegu neve gabimisht, jo njerëzit kompetent. Ne kemi prit 5 vite, pas 5 viteve, ka qenë gabim informacioni. Kemi shku te komuna Gjilanit, na ka orientu për në Prishtinë. Ne s'kemi të drejtë në Gjilan me apliku vetëm në Prishtinë. Edhe kemi apliku në Prishtinë, kemi, si me spjegu, nuk kemi pas shumë informacione atëherë, na kanë orientu disa kolegë, edhe i kemi mush formularat, pastaj i kemi mbyll, kemi mendu se kemi mbyll. Pas 3 jave na ka një telefonat për me arë me bo fotografimin. E kemi kry. Pastaj jemi tash në procedurë që 4 vite. I kemi kry gjitha procedurat, edhe tash gruaja ka pas me 27 april e ka pas një terminin për provim. Unë ka mendur se provimi është diçka, gruaja është me profesion, është ambise, nuk ka shkollë të lartë, edhe ka mendur që duhet procedura të rregullta të vazhdojnë, edhe na kanë shkruar një letër që duhet me telefonu në Tejtën. Në Tejtën e kalume kemi telefonu, tha ka ra për provimit. Tash unë s'pe kuptoj, si ka mundësi atë shumë neve mërgjimtarve me na jo keq përdor, po dyqysh më ju maltretim psiqik, fizik, financiarisht. Mu më kushton kjo pasaporta Kosovës mbi 12.000 euro. Për mu janë shumë të holla. Do thot, mu më kushton aeroplani. 3.000 euro më kushton aeroplani me bileta kthyse. 4 vite ka kushtu 12.000 euro. Pastaj, kur të vim shemëll mu fotografu, kjo temporer, letërnjoftimi quhet temporer. Çdo 10 muaj, 11 muaj duhet me vazhdu. Edhe kur të vimi mu fotografu, thot personeli që janë aty në Prishtinë, thot s'kemi rjet. Që qa zotri rrota po sillet. Unë se kuptoj në çfarë shteti jem të jetu. Si ka mundësi pa kurfar mëshire me na, kur për shembull mujtësh me dorëzu dokumentat, të njëjtën kohë me bo fotografimin. Neve na maltretoj, thot mas 3 jave dush me bo fotografimin. Pastaj thot nuk ka rjet. Tash, për momentalisht unë e kam vetëm një breng të madhe të rinia kosovare, që janë me mija janë në shumë shtete evropiane.
në Gjermani mbi 300.000, 400.000. Në Zvicër mbi 300.000, 400.000. Në Austri e mos t'i përmenit të gjitha. Rinia që janë mbi 20 vjeçare nuk vinë Kosovë mi maltretu për dokumentacione. Ka shumë me mira, s'po thon me 100.000, veç për mi 20.000, 30.000 janë pa dokumentacione. Që do më Mendon që kjo është arsyeja për shkak se i maltretojnë edhe pastaj nuk e bojnë edhe në shtetësinë e Kosovës? Unë besoj se po. Unë shpesh u thojna për Zvicër në kufirin të Serbisë, të Austrisë, shoh shumë autobusa, po thom me dhjetra, jo qindra ndoshta, po me dhjetra autobusa në për kufi. Rinia po ikin shumë. Perspektivë nuk kanë. Tash jam i bindur me këtë rastin e fundit, me 27 aprill, shoqja ime ka qenë në test për në shtetësinë e Kosovës, edhe tash pe kuptoj rinia pse ikin. Për dokumentacioni jemi shumë jo njerëzit kompetent. Do të thonë, i maltretojnë. Ne si mi mësu ashtu mu maltretu në shtetit ku jetojmë. Njeriu do të me pas një respekt për çdo dokument që i nevojitet. Këtu unë nuk po shoh perspektivë ndryshe. Politika nuk është tu punu për popullin, po punojnë për veten, politikanë për veti, jo për popullin. Jo me lecu popullit jetën, rrugën, tabelat e komunikacionit. I shoh tabelat e vogla janë 5 santim, shembull. Do thonë, nuk mu me pa aty shoferi. Do thonë, unë po që dina, në anën tjetër, në testin e grua ime, kur ka qenë me 27 prill, ka qenë 53 pyetje. Gruaja ime është ambise, nuk ka shkollë. Si ka mundësi me spjegoj gruaja salla që është mbajtur ajo testi, nuk është e preferuare për teste. Është tavani, lartësia e dritave ka qenë shumë e lartë. Gruaja ime më tregoi, tha, testin u dash kështu, s'mushëm me lexu. Kam bo një pyetje, nuk e ka kuptu pyetjen. Shumë agresiv ata njerëz. 7 persona nuk ka nevojë mi kontrollu. Ata njerëz hallegjion. Ata vinë nga Turqia, vinë me hallet e veta, bashkimi familjar. Ata duhet mi trajtu shumë mirë, shumë bukur. Po, mendon që në këto raste ka dhe persona që ndoshta nuk dojnë mjë shku rregullave dhe bojnë ndonjë manipulim edhe për këtë arsye është mbikëqyrja shumë e madhe nga shteti? Ndoshta, nuk kam njohuri. Po, nuk po flasëm rast konkret se ju jeni të martuar tash e sa vite edhe gjithçka është në rregull, po ka edhe raste që i manipulojnë këto gjëra dhe duhet me qenë shumë korrekt. Por sidoqoftë në disa raste ndoshta duhet me pas edhe lëshime për shkak se bashkëshortja juaj është 57 vjeçare edhe ndoshta ka vështirësi, ndoshta me lexim, me shkrim, me ndriçim, me shumë gjëra edhe është pak sa problem. Është më shumë se e vërtet. Gruaja ime ka panik, ashtu frikë. Duke marrë parasysh edhe gjuha, tërësisht është ndryshe, siç e cek edhe ti më herët, ndoshta edhe nuk e kupton pyetjen tamam. E vërtet. Ajo është ambise, nuk e kupton gjuhën, gramatike nuk e kupton. Mi po kemi 2 fëmijë, jemi edhe gjyshe, kemi një mes të vogël, Erina, që e përshëndes shumë, faleminderit. Edhe nuk e kupton. Mirë po, neve, unë kam shpresu shumë që do të ketë një lehtësim sa do pak minimu, do që nuk e di një pyetje, shembull. Edhe, mirë po jo, ka ndodhe kundër shumë
testi ka qenë shumë, sipas gruajës time, s'mi ka spjeguar, shumë ka qenë strikt. Shumë nuk guxon me lëviz, nuk guxon jemi në kamera, ashtu 7 persona në kontroll. Edhe jam i dëshpëruar, seriozisht jam tepër i dëshpëruar me këto, me sjelljet e nënpunësve në Kosovë, në Prishtinë. Sepse unë jam duke kërkuar, si unë ka shumë shqiptar, shumë, kur thom shumë, besoj që i ka ma tepër se sa mendoj unë, që i ka këto probleme, këto halle. Këto duhet mi pas në menaxhim njerëzit që janë kompetent, që i kuptojnë me lehtësime, jo me vështërsi, mendoj unë. Ti njoftojmë shikuesit për shkak se bashkëshortja juaj vjen nga Bujanovce, edhe ndoshta ato fillimet e juaja kur jeni njoftuar nuk e ka njoft mirë Kosovën apo nuk ka pas informacione për Kosovën. Ne kemi biseduar edhe më herët pak a shumë në pika të shkurta, më ke treguar edhe historinë kur ajo ka ardhur në Kosovë dhe i ka pëlqyer Kosova, është lidh shumë me Kosovën, meqense në këtë rast bashkëshortja juaj mund ta merr një shtetësi ku ka lind andej, po nuk do ndon në shtetësi tamam të Kosovës, edhe besoj që në këto raste duhet me pas kujdes edhe shteti, për shkak se pse mos jetë një banor plus i Kosovës, edhe sidomos kur është një banor familjar, edhe pse jo t'i ketë dy në shtetësi, kur ne të Kosovës, ne nga mërgjimtarët mbahemi edhe fal juve, ne gjithmonë jemi këtu ku jemi, për shkak se ndoshta ky zhgënjim bëhet nga te, nga i tjetri, edhe fillojnë mos të vizitohet Kosova dhe ta braktisin vendin e tyre. Kjo është me të vërtetë shqetësuese. Është shumë e vërtet. Ne jemi zbashku para 33 viteve. Gruaja ime është shqiptare, mirë po kemi jetuar në Zvicër, jemi njoftuar atje, edhe jemi martuar atje, kemi bo kuror atje. Unë s'kam qenë 10 vite në Kosovë, për shkak të kushteve atëherë para luftës, edhe gruaja ime ka pas shumë pak informacione për çështjen e Kosovës, për historinë e Kosovës. Pastaj gradualisht i ka kuptuar. Sot gruaja ime din ma shumë se unë. Për Kosovën. Për Kosovën, kur ta përmend Kosovën, ajo është në gjendje s'po di si me spjeguar në gjuhën shqipe, kështu në këtë termine me gramatik. Ka nostalgji, ka dashuri për Kosovën. Ekstreme, mu me thonë, ekstreme. Dhe mirë po, jam tash në këtë situatën që me fillimin e dokumentacioneve, gruaja shumë është e pasionuar për me marrë në shtetësinë e Kosovës. Kemi shtëpi këtu, kemi investuar shumë këtu, mbi €500.000, mu me thonë, kemi investuar këtë mundin në Kosovë, edhe i takon, me gjithë se ajo e donë se kemi 2 fëmijë zbashku, edhe në herën e fundit, në test, kur na erdhë informacioni për me dalë në test, një grua në telefon na dëshpëroi aq shumë, sa që u detyrova me ardhur këtu në vendin tuaj, në televizionin tuaj, për me hap, me shpreh mendimin edhe keqardhjen që jemi të lënduar aq shumë, sa që nuk kam mujt me bo një sy gjumë. Kjo është e mjerueshme për ata njerëz që kanë bo këtë testin. A janë njerëz ata? A kanë mëshirë ata? A e din që është mërgat ata? Jetojmi
një shtet më të fortin në botë, po mendjen e kemi këtu në Kosovë. Mu po më dhimbën rinia për gjenerata të reja që janë në Zvicër, në Gjermani, në Austri, në gjithë Evropën, në Amerikë, në Australi, në gjithë botën. Nuk vinë me këto maltretime që po na i bojnë neve, nuk vinë, nuk marrin në shtetësitë Kosovës. Kjo është mjerim. Ne nuk kemi 200 milion banor. 200 milion nuk jemi shumë popull i vogël. Unë i bëj apel, çdo politikan, mu më intereson për mirëqenien e adhetarëve së pari, ta kenë shëndetin. Por syti kemi te Kosova, se është vendi jonë. Kënaqësia më e madhe ime është kur një fshatar ose një qytetar, një koleg në Kosovë nuk u mankohet mu, thot mirë jemi, rrugët janë të mira, këto janë të mira, shëndetësia është mirë. Po unë po shoh vetëm maltretime, shumë po shoh gjana që nuk janë të hijshme për neve. Çka do të thuash, je i zhgënjur përgjithësi me Kosovën që nuk është duke punuar atë sa duhet? Për mërgim, unë e flas në emër të mërgjimtarëve, shumë pak. Nuk jam unë i kënaqur shumë. I zhgënjur ma shumë se i kënaqur. Sipas mendimit tim. Cili është zhgënjimi tjetër që e ke nga Kosova? Pyetje shumë e vën. Zhgënjime për shembull në medicinë. Kam shkuar me vizituar një koleg timin me një emergjencë. Në hyrje të emergjencës ishin 3 pacientë. Në katin e dytë ishin të psikikisht që janë të sëmurë. Psikiatri, lloj psikiatrie. Do të thotë nuk kish kontroll aty, ai vjen pin dytit kat, vjen poshtë mund me sulmu. Nuk, do më thonë, u dëshprova shumë. Pastaj te rrugët, te shajat e komunikacionit. Shumë shajat ta tregon shembull një qytet me ta shkruan kaq vogla në tabel sa që nuk shihin ato, nuk mund me dallu, ato janë zhgënjim i madh, domethënë. Si ka mundësi për shembull përmes me ia lecu popullit gjendjen, komunikacionin, shkollën, qerdhen. Jo. Por shpresoj që në të ardhmen do të bëhet mirë. Shpresoj shumë. Shpresojmë edhe ne ashtu. Do të kthehem prap te tema e bashkëshortës tuaj. Bashkëshorta juaj e tham se është nga Bujanovci. Është kjo një lloj vështirësie e dokumentave që nuk i lëshohen, apo ka pas ndonjë rast që i ka thonë mund ta merrsh në shtetësinë në vendin tuaj? Sepse ne para shumë kohë kemi pas këtu në studio një musafir nga Bujanovci, cili 35 vite ka qenë pa dokument identifikues. Dhe ky ka qenë problemi edhe te ai për shkak se komuna e Gjilanit i ka thonë shko në vendin tuaj merre dokumentin, ndërsa ai ka jetuar në Gjilan, vetëm ka lind andej, edhe 35 vite pa dokument identifikues ka qenë. Unë besoj, unë jam faktikisht i detyruar sipas sjelljeve, sipas dokumentacionit që unë këto procedurat që me gruan time i vazhdojmë për vazhdimin e letër njoftimit temporer, si quhet për 10 muaj, besoj që duhet të keni një kompetent që duhet të jetë një person kompetent, por ne nuk i kemi atë fat. Gruaja ime është nga Bujanovci me vendindje atje, por ajo
nuk e besoj që e maltretojnë si kur këtu në Kosovë, si pas mendimit tim, në qoftë se e merr në shtetësinë prap të Serbisë, nuk do të maltretohej në kësi situatë Si në Kosovë. si në Kosovë, definitiv. Te testin e fundit e ka përmbyll, do thot, një zhgënjim të madh për mua. Ju thatë para 5 viteve, kur keni kërkuar që bashkëshortja juaj të ketë dokumenta të Kosovës, të ketë në shtetësi të Kosovës, ju kanë thonë do të me prit 5 vite. Cila ka qenë arsyeja që është dashur me prit 5 vite? Në fakt, unë edhe sot nuk e kuptoj si ka, sepse mendoj se nuk ka qenë kompetent fare. Vetëm e ka thonë një laf, pa arsyetim, pa spjegim, edhe ne kemi prit 5 vite. Pa e kuptuar, ne kemi menduar se ajo është kompetent që po na i thot këto fjalë. Po nuk i keni bojo pyetje cila është arsyeja pse do të me Absolut, prit 5 këtu vite. rregullat ka thonë. Rregullat janë, ju zona do të me prit 5 vite. Ne kemi prit 5 vite kot, 5 vite. Pas 5 viteve kur shkuat? Prap kemi shkuar të njëjtin byro, jo, na kanë thënë, ju doni në komunë me shku. Kemi kërku informacionin, na kanë tregu se duhet jo në Gjilan, por vetëm në Prishtinë. E për neve ka qenë një shok, si ka mundësi ashtu. Pse në qoftë se jeni banor Gjilanit, do më thënë keni në shtetësi banor i Gjilanit, pse duhet mu transferua në Prishtinë? Se kuptoj. Unë sot se kuptoj. Seriozisht nuk e kuptoj Po pastaj sot. kur erdhë në Prishtinë? Kur erdhëm në Prishtinë, është maltretimi i dyfisht. Kam shkuar në vitin e kaluar, kam dorëzuar dokumentacionin pa termin. Ne kemi ardhur në pushim, për Zvicrës, ka stile për me i dorëzu dokumentacionin. Edhe ndërkohë na kanë thonë se duhet online me po terminin. Një grua shumë e nalë, kompetente, ku i dorëzojmë dokumentat, më ka thënë mua, a ki termin online? Kam thonë, unë nuk kam informacion për online. Neve në ka që komuna e Gilanit. Mua e gruja më ka thënë, kështu shumë dyqysh brutal për mua. A lutat ka që tyje? Për cilin lutë kishte fjallën? Ma merr mendja se për kryetarin atërish ka qenë ish kryetari i Gjilanit, si lidhës demokratike, mendoj unë, lutat ka që, Gjilani është lokal. Këto se kuptova hiq për momentin. Lokal, Gjilani nuk vendos, unë jam këtu. Do të Ti thotë, kërkoje me kry shërbim, dërsa ajo të përgjesh në këtë formë. Eksakt, kështu ka qenë. Seriozisht, shumë mlefosa. Si ka mundësi, çfarë lidhje ka luta? Oj motë tash, unë jetoj në Mërgim, jetoj në Zvicër, kemi ardhur për me dorëzu dokumentat. Nuk di unë teknikën me bo online termin. Po. Edhe më ka larguar nga informacioni, pastaj është ardhur një zavend, një i shefit, edhe ai më ka rregulluar disa dokumente, ka thonë dush me bo një termin. Mirë po, përfundimi është data 27 prill. Kam pas dëshirë, mi pas që ta vëzhgus, apo si me thonë këta në testin, si ka mundësi mes me bo lëshime, me pas një loj mëshire, ose një loj ndime, mundet mes me ditë, mirë po, gruaja ime është amvise. Nuk është në rregull amvisen me një profesoresh, marrmi shembull,
ose me një doktor, do të me pa dokumentacioni ka ketë, i kanë besoj mbi 3 kg dokumenta i kanë aty. Du të mi kontroluar dokumentat, pastaj me këshyt testin. Gruaja ime nuk është për parlament, nuk ka me bo për doktoratur, as notën 9 10 me marrë për me mush testin. Informacione ka të bollshme. Unë mendoj se shumica në Kosovë, amviset, nuk i njohin pyetjet që i kanë parashtruar. Do të thonë, gruaja ime është shumë informume për Kosovën, ma shumë ndose une, sepse e bën me dëshirë se kemi 2 fëmijë zbashku, në botë nuk ka, nuk besoj që ka në botë, as në Afrikë, që në 5 vitet martes, në shtetësia i takon automatikisht o burrit o gruas. Vetëm në Kosovë bojnë ose për parti, unë nuk se kuptoj. Do të thotë ju nuk keni kunorizim Kosovë. Në fakt, ne jemi kurorzuar në Zvicër në vitin 1993, edhe në Kosovë nuk jemi kurorzuar, por gruaja e ka në shtetësinë, do më thonë Serbisë, pastaj mas në shtetësisë Zvicrane, nuk e ka vazhduar më. Edhe ka vendos do ta merr në shtetësinë e Kosovës me dëshirë, sepse unë në fakt këtë intervistë që e bëj, unë e bëj në emër të gruas time. Unë bëj këta për apel për të gjithë rinia shqiptare që janë në mërgim, besoj që shumë nuk ka me marë asnjë i ri në moshën 20 deri në 30 vjeçar, nuk merr me këto maltretime që na i bojnë personalisht neve mërgjimtarve. Po keni pas probleme me dokumenta tua personale apo me të fëmijëve, apo është problemi i parë që ballafaqoheni me problemet të dokumentave të bashkëshortës? Unë besoj hera parë është. Hera parë me këtë problem, si me thonë, i komplikuar për mua. Tash sa vite? Tash 9 vite, eksakt 9 vite, me 5 vite pauzë, tash 4 vite jemi në proces, në procedura të rregullta, dokumentacionin të gjitha që është obligative, do më thonë nga Gjilani duhet, të bankës, të sigurimeve, të gjitha, duhet me pru në Prishtinë. Ne kemi konsulata, kemi ambasadë në Zvicër, nuk na lejohet ajo. Vetëm në Prishtinë duhet të gjitha me kry. I kemi bo 4 vite, të 5-ën duhet me marrë në shtetësi, në fakt, sipas provimit që nuk e ka kaluar gruaja me 27 prill, nuk na takon. Tash jemi të detyruar me marrë, tash gruaja ime është lodhë, është tepër e mërzitur, sa që po thotë du të me marrë të Serbisë. Tash, më falë, nuk pe kuptoj. A politika është në pyetje, nuk e di, po neve po na bëhet një padrejtësi e rënd pa mëshirë. Nuk pe kuptoj. Gjithë këto sfida të cilat i keni kalu me dokumenta, cila është përgjegjja nga kuvendi komunal i Gjilanit apo edhe i Prishtinës, veç keni kaluar tash në Prishtinë, cila është përgjegjja që është një procedurë e jashtëzakonshme e gjatë sipas tyre, por realisht nëse flasim gjithkush nga aspekti personal që mund ta kryen një shërbim të tillë, ndoshta zgjat 24 orë apo 2 ditë maksimume, edhe mund të kryhet si procedurë, po kaq vite me shku,
edhe gjithë këto shpenzime mu bo, edhe realisht mos mu rregullu asgjë, me të vërtetë është shumë shqetësuese. Cila është përgjigja? Keni marrë ndonjë përgjigje adekuate? Pse do të me prit ka gjatë? Ju e cekët se keni prit 5 vite, ju ka njoftu një person i cili nuk është kompetent, Sakt. vetëm ju ka thonë këtë ndoshta atë fjalë edhe ju keni prit 5 vite. Sakt. Pas 5 viteve, ju vazhdoni ta keni problemin e njëjtë. Thjesht, gruaja është nga Bujanovci, ju jeni nga Gjilani, Sakt. keni konorizim në Zvicër, doni ta keni një konorizim në Kosovë, gjithashtu dhe të ketë dokumentacion të Kosovës bashkëshortja. Nuk është një diçka që kërkohet e jashtëzakonshme. Nuk e di çka është gjithë kjo vështërsi, gjithë ky problem, apo gruaja në moshën 57 vjeçare të hyjë në proteste të tilla, nuk e di, veç më duket As unë se nuk e kuptoj seriozisht mu më çuditi shumë gruaja kur më tregoj se objekti që është bë testi kanë qenë dikun 40, 35, 40. Nuk ka pas persona. Mi po jo organizimi si duhet. Mujtë një shej, një shigjet me tregu ko është. Dul një vajzë ose një grua bërtit ke sikur me qenë s'po di si me të thonë në fshat me piskarma, me emër, me një kimik që jo fort e disciplinume, toni shumë i lartë. I bërtit ke filan është këtu, i kanë shqetësu pa u fut fare. Seriozisht, gruaja e ka atë problem, ja nisi mu frigu, do të thotë. Pastaj objekti që ka qenë, salla që ka qenë, provimin që ka pas testit, nuk është i dur, do të dritat janë shumë lartë, mbi 10 metra, po 15, edhe gruaja nuk ka mujt me pa testin me lexu. Pastaj 7 persona në kontroll të kontrolluarët, edhe pastaj e vendosa. Thash, okej, është formalitet, do të si procesit të kryhet, edhe në tejtin e kalume në telefonat më të shproj temase. Mua personalisht, po dhe gruajan time shumë. Kisha dëshirë ti takoj këta njerëz. Na tregoni çfarë telefonate, e tha edhe ma herët kemi marrë një telefonat. Çfarë telefonate dhe nga kush ishte ajo telefonat? Shumë pyetje me vend, pyetje që patat me harru. Kam biseduar në numrin disa shenimet të informacionit me telefonun në tejtën. Do të thotë e hon ke testi, në tejtën ish telefonata e ka kalu apo se ka kalu. Kam biseduar me një numër telefonit, ish vetëm gjuhën angleze, nuk ka fol gjuhën shqipe. Pastaj me disa numra kam biseduar me një grua. Më ka thënë nuk ka kaluar testin. Në gjuhën shqipe? Në gjuhën shqipe, jo si pas numrit që është shkruar, nuk është informacioni i pastër. Do thotë, telefonata që ka qenë aty numri telefonit vetëm gjuhën angleze. Pastaj duhet me numër tjetër me kalu në numrin në gjuhën shqipe. Edhe aty tash, kur kam fol në gjuhën shqipe, pas gjysore, më ka tregua se nuk e kaluar provimin. Me gjitha ta, para se me bo telefonatën, në atë letrën shkruan do të me marrë informacione nga sociali, letrat që grua e posedon, të rrogës, pasaportat, kopi, një maltretim tjetër. Pastaj telefonata vjen, nuk e ka kalu provimin. Çfarë provimi po flasim?
jemi të fol, jemi të maltretu për një bashkim familjar. 2 çifte, bashkim, burrë e grua, që kanë jetojnë në një shtëpi. Nuk kem të fol për në astronomi apo në galaksi, për planete tjera. Po kthehem sërish te telefonata, kur ju ka telefonuar një grua zyrtare edhe ju ka informuar se bashkëshortja juaj nuk e ka kalu testin, cili ka qenë reagimi juaj dhe u zhgënjyet? Seriozisht, këta thon me sinqeritetin më të madh. Unë i kam disa dokumente në atë informacionin e letrës, i kem pas disa informacione për gjana sociale. Sa ka gruaja rrogën, sa fiton, nuk i marrë social, pasaportat, kopi, shumë u maltretova. Edhe në momentin që më ka thonë një grua në gjuhën shqipe, e kam atë numër telefonit, edhe më ka thonë gruaja juaj nuk e ka kaluar testin. Mu më ka ra një shok i papritur, shok që nuk mund me marrë me mend. Edhe i kam thonë asaj gruas, ne shifemi në ti mua më shef në televizion. Edhe ma ka mbyll telefonin me njerë. Pse ke thonë kështu, është një lloj kërcënimi? Apo thjesht ke desht atë mlefin, atë zhgënjimin tuaj në një emision televiziv, me thonë? Eksakt. Këtë e bëj për gjithë rinien në diasporë që jetojnë në këtë sistem. Nuk ka mundësi asnjë fëmijë nuk nxjerr dokumentacion në shtetësitë Kosovës. Absolut, jam i bindur. Edhe i shpresoj që kjo grua ose kjo vajzë në telefon, nuk e di, kam qef me taku, me pi një kafe, e mja spjegu se hallegjit që janë për bashkim familjar, nuk ka nevoj me bon pyetje, me dit pyetjet për me marrë notën 9 ose 10 ose 8, me shpërbly, vetëm bashkim familjar. Bashkim familjar është numër 1, primar. Pa bashkim familjar s'kem asgjë. Këta njerëz, mendoj unë, a kanë dënjenja të njeriut, a mendojnë që janë hallegjin, e kanë patjetër mu bashku me familje, me pas vetëm një dokument, asgjë më tepër. Politikën e ta vazhdojnë, partitë e t'i vazhdojnë ata, ama jo popullatën me maltretuar. Unë kam bindën, shpesher më ndodh që kur të maltretojnë, knaqen, një farë knaqësie këtu. Unë çuditëm si ka mundësi, një shërbim nuk ta bojnë, pa jam shel kolegët synin, ose pa të maltretu, nuk knaqen. Si ka mundësi? Kur vedisohen këta njerëz? Ose kur e kryjnë punën njerëz që janë kompetent, jo të pa kompetent. E luajnë disi rolet e ndryshme. E zojmë një profesion tjetër, e ka shembull profesor, e luajnë rolin e gjykatësit. S'ka mundësi. Si ka mundësi? Bota po shkojnë, bota është të kontaktu planete tjera, po shkojnë po vizitojnë planete tjera. Ne i qesmi hallegjin, knaqemi me atë fatkeqësinë e hallegjinit. Hala merro me dokumenta. Dokumenta për bashkim familjar. Ketojnë domi me hy në Evropë. Evropa është largë. Ne të shkojnë këta, ne të bojnë kurse. Unë mendoj se duhet me çu këta njerëzna për kurse. Me imsu qysh bisedohet me njeriun, qysh me hallegjiun, qysh me shkolluarin. Shumë e thjesht, unë i kam 8 vjet shkollë. Unë s'kam fakultet. Mirë po, në shtetin ku jetoj unë jam mësuar
me respektu njeriun. Gjithë çka bëhet për të mirën e njeriut, me respektu, me lecu jetën njeriut. Këto është këtë kontra. Këtu, si pas partijës, qofse nuk je me këtë partijen, ti nuk mujtësh. Si ka mundësi. Jemi shumë popull i vogël. Edhe që ta duhet me respektu ma shumë. Ligjet janë për njerëzit, ama duhet me respektu. Duhet me keq përdor pozitën që e bën. Thjesht, po me kry detyrën për të cilën paguhesh. Sakt. Kompetent që e bën një punë në rregull. Musa, po na tregoni, ka qenë hera e parë që është hyrë bashkëshortja juaj në test, apo ka qenë edhe hera tjera? Në fakt është hera parë, por unë e kam vizituar psikikisht, ka qenë shumë ngarkuar. Plus e ka ashtu ajo friga, fobi, çfarë testi, edhe unë kam informacione se sipas televizionit që do të zbusin, do të kriteret do ta bëjnë kur. Unë nuk e di kur do të bëjnë. Llafe ka shumë, por praktika me 7 persona në dispozicion që e kanë kontrolluar është e pa imagjinueshme. Unë se kuptoj. Po tash si që nuk e ka kalu testin, do të hynë prap në test, apo si do të vazhdojnë procedurat? Unë se besoj. Shoqja ime ka vendosur jo me vazhduar, sepse faktikisht është dëshpëruar tepër, sepse shumë ka lexuar, ka informacione për Kosovën mos flasmi, ne kemi Zvicrën dhe Kosovën, 2 i kemi. Ne atje jetojmë, punojmë, këtu investojmë, këtu zemra rre, këtu ondrat i shohmi. Do më thonë, për informacion, unë s'kam pas dëshirë me investua në Kosovë. As një cent. Unë personalisht, kur s'kam pas interes me investua në Kosovë. Gruaja ime është iniciatore që e kam bo, pas po thëmë, po shumë të holla. Gruaja ime është iniciatore që unë kam investuar afër €500.000. Cila ka qenë arsyeja që ti nuk e desht me investu në Kosovë? Ndoshta nga mosha 16 vjeçare ke dalë në Zvicër, edhe ke mendu vetëm në Zvicër edhe e ke braktis një farë me Kosovën, apo cila ka qenë arsyeja që ti e ke ndryshuar mendimin për me investu në Kosovë? Në realitet, vitin 2001, kam ardhur e dyta herë në Kosovë. Kam takuar një kushëririn tim, edhe kam pas një mundësi me pru 2 autobusa për me punu. Kushërin ti kam thonë, unë ti bia autobusat, ti, a je në gjendje me udhëheq? Ka thonë po. I kam thonë, miru me shefin e Kosova Transit në Gjilan, pastaj unë i dërgoj autobusat, edhe vazhdojmë një biznis të vogël. Mas 3 jave, më ka thirrë kushërini, ka thonë, Muso, i kërkon 60% shefi Kosova Transit, për një nënshkrim që ma i lejon mu një lini, e zojmë shembull Prishtinë Gjilan, ose Gjilan Kamenica. Edhe unë kam pas një shok në atë moment, 60%, si ka mundësi për një leje që unë guxoj të vozis, unë mi pru autobusat, punëtorët, gjitha unë du të me pagu 60%. Unë aty jam betu, unë nuk investoj këtu.
Je zhgënyer. Definitiv. Edhe gruaja është shkaktare që unë sipas dëshirës grujës, unë ja kam spjeguar grujës. Nuk muj me investu në Kosovë. As shtëpi, kam pas shtëpi 3. Gruaja ka pas ëndër të madhe me ndërtu shtëpi në Kosovë. I kam thënë, një marrëveshje kam pas, ëndrën të ta bëj realitet. Edhe ajo e ka ndërtu, jo unë. Betona në Zot, kështu ka qenë. Edhe sot ajo nuk mundet me marrë në shtetësinë e Kosovës. Po shpresoj që sadopak do të ndikon emisioni edhe shpresoj të gjithë njerëzit kompetent do ta shohin intervistën edhe do ta kanë parasysh me qenë se ka rregulla, siç e ceke edhe ti kur ka hy gruaja në test, ka pas persona ndryshëm, është një mbikëqyrje e madhe, edhe pavarësisht që mosha e bën të veten, është stresue, po besoj që në raste të tilla duhet me pas lëshime, ku bëhet fjalë mosha, bashkimi familjar edhe thjesht asnjëherë ju mërgjimtarët mos të zhgënjeni pej Kosovës. Shpresoj. A do thëtë që kjo do t'jetë një diçka që ti do t'a vizitosh Kosovën më rrallë, apo do t'jetë një zhgënjim për ty? Unë shpresoj shumë, jam si me thonë, besoj në ardhmërinë që do të bëhet mirë. Shumë shpresoj. Por jo të gjenerata ime, por të gjeneratat e reja. Sepse janë ma të shkolluar, ma të në teknologji, shembull, në gjithë shka. Ne jo, ne jemi tash në fazën e pleqërisë, jemi fazën e pensionimit. Duhet në vendin ton kemi harmoni, kemi lumturi. Mirë po, te dokumentacionet në për byro, në për institucionet të tjera, jemi shumë mbrapa. Shpresojmë që me kalimin e viteve do të bëhem edhe ne si Zvicra, do të arrijmë aty edhe nëse s'ki diçka me shtu për fund, unë të falenderoj nga zemra që ndave këtë rrëfim me ne dhe me shikuesit tanë dhe gjithë ata të cilë deri tani kanë qenë me vesht, shurt, besoj që do ta dëgjojnë këtë intervistë, këtë rrëfim tuajin dhe do ndikon sadopak që shpresojmë që do një emision tjetër që të vish në këtë studio për ta ndash rrëfimin tuaj me dokumenta në dorë. Shumë faleminderit, ju përgëzoj seriozisht, shumë ju faleminderoj, ju përgëzoj për emisionin. Unë i përshëndes të gjithë shqiptarët, ku janë në gjithë botën. Ja ha zemrën, e thot Sabri Fezullahu, i madh është, e thot ja ha zemrën. Seriozisht, ne që jemi në mërgim, jetojmë larg, në Australi, në Zeland 3, gjithë këtë botën. Por me zemër t'jeni bindur që me zemër jemi në Kosovë. Më thonë, jemi populli ma i dashur, jemi populli i mirë, jemi të butë, jemi për gjithë shka jemi shumë popull i zgjuar. Shumë ju faleminderit. Faleminderit edhe një herë, e shpresojmë që do të shihemi prap, po me dokumenta në dorë. Shumë ju faleminderit. Të dashur miq, këtu kemi përmbyllur emisionin Rrëfim Jete për sonte. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj e ne shihemi në emisionet tona të radhës. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirë mbështet.